Shiko sonte jam dalë pak te liçeni I Qafkollës, baseni I madh, që ka mush plot për ishirave, mush plot gjithandej, e shihni, dhe shkon e mushët deri atje, shkon deri në Pshqirsh, në cepin fundor të Pshqirshit. Po jam dalë për të folur për një gjë pak më ndryshe se herë të tjera, domethënë për peshkimin. Ka amator, Rresheni është shqu historikisht, po edhe zonat tona të tjera janë shqu për peshkimin, edhe në dy lumbet, fani I madh dhe fani I vogël, por edhe në për pronjat e ndryshme, dhe edhe në liçenin e Ulxës. Pra banin rrugën prej Rresheni me shku te liçeni I Ulxës, për të peshkuar. Ndërkohë që tani liçeni është tu. Edhe unë ndesha edhe disa peshkatarë që janë aty, megjithëse nuk kanë zënë një peshk madh, më kanë thënë që kanë zënë një peshk madh ke 10 kg, por të peshk të vogël. Tani, ky peshku është hedh nga një amator që e don peshkimin edhe ka hedh rasat, po nuk është një hedhje e organizuar, në fakt është e pafalshme. Kur ke një liçen në derën tane, pra siç e ka Mirdita, siç është bën me Ulxën hidhet çdo vit rasat. Rasat në mënyrë të organizuar dhe në mënyrë shkencore dhe mbushet me peshkun tradicional që ka dhe përgjithsisht lokalet e Ulxës dhe të asaj zone servirin peshkun e zonës. Pra edhe këtu në Mirdit, pra në Qafmoll, mund të hidhet rasat. Shihni pra gjithë edhe njerëzit janë aty, më janë duke peshku. E tani po peshkojnë, bilet dikush kishin ndezë edhe zjarrin aty. Pra është sport, po tani sport kur nuk ka peshk, nuk mund të jetë sport më. Kështu që duhet më kujdesu që edhe për këtë fakt të marrim modelin e Ulxës dhe dikush të organizohet, qoftë edhe bashkia, sektori përkatës të interesohet një projekt, mini projekt I vogël për ta populluar liçenin e Qafmollës me peshk. Është edhe bekim kur e popullon me peshqit, është në habitatin e vet. Jo më tash lumë siç ishte dikur, trofta me piklat zeza, piklat kuqe siç ka pas fani I vogël, ama është në habitatin tjetër që mban peshkun, se vetë natyra këtu, vetë gjithë kjo ushqimi që vjen, do të mban shumë të shëndetshëm peshkun e kësaj zone, në që të kemi peshkatar edhe si sport, po pse jo, edhe si ushqim për resortet që kemi këtu dhe të serviret pjata e peshkut të Mirditës, autoktone, origjinale e Mirditës. Tu nga liçeni I Qafmollës. Ka të mbëjrit beton. O fat mirë, oj madhi. Kam I met çat e fish mos ma shteti. Një minut. A ke zënë as ke zënë? Kam thënë. Pa bëjmë këtë shoh, ku I ke? Ka ronja I madh, po të desh me tër hek. Ha. Ndol zhom. S'pas e zënë gjë. A ka peshk? Ka po si bie këtë ja. Nuk I bjen? Ja, kena dhënë të vogël, të cirun ka për. Ja. Po çfarë lloj peshku ka? Po krapë, po. Po Joni si bie po krapi. Po kanë hedhë njerëz në mënyrë vullnetare, nuk është se kanë hedhë kështu të tjerë, e kupton? Por zonë duket se ka hedh një kon, një patrioti joni, po. Po pra, po duhet hedhë. Do të ka boll më po si bie, I bie kur doj, jo kur do. Ja, që ka I vështirë domethënë. Pak so, po. Duhet mësu. Okej. Specialista son ato. Po ky kush është ky? Kush është ky tjetër? Pare Sa më I vjetër son. O pago, je I mava pago. Tani, a I ka rasti ka rarë, më trego drejt. Po, jo, prit ta shoh çka ke zon, prit shoh çka ke zon shi. Sardele, po pse nuk I bie peshku I madh? Po pse kështu? Pse s'në gjono vëlla, mëson një mira. Kur se ka kapitani, dai. Ku dritani, ku është? Hiku. Ah, hiku? E dritani e ka. Po çka atje me zjarr, nuk më shmen krejt që me zjarr. Se ke ata. Jo, e figa, po jetë marrë që me zjarr, po më trego pak për zonë, se do flasim pak që të mushët më burr. Nuk I njeh sushi. Të bëjnë rasat. Shi, edhe ata me zjarr. Ata e pasën kështu si turizëm. Nuk I njeh sushi. Po duhet hedhin peshk patjetër të hidhet rasat. A I kupton, të hidhet rasat tu valla.